e në vargu 14, Gjoni 17. Ok. Dhe gjithashtu dhe neve mund të kuptojmë, vlla motër këtuja, ta kuptojmë si mësandaj manipulohet jetë njerëzish me njëshmëritë mësandaj që kanë mbajtur për kohë të tëra. Ti e di atë vargun që mësandaj dhe është edhe aty për mësandaj ti e di që kur thonë që kur tha Mesia unë e ati jemi një, edhe ata thonë a ja një, okay, një, okay. Po çfarë do thotë jemi një? Ja ta shikojmë çfarë do thotë ajo jemi një. Gjoni 17. Thuhet njëshmëria, ta kupto si koncept. Njëshmëria ka lindur në shekullin e 3 nga Agostini Hippos, që ishte një filozof që katolikët e konsiderojnë si atin e tyre, baban e tyre, mësuesin e tyre, gjë që konsideroshe mësandaj më vonë dhe nga katolikët që sot nuk e pranojnë, po nga katolikët reformistë, Martin Luther dhe John Calvin, që mësuan prej Agostinit të Hippos. Dhe ai tha që Mesia Krishti dhe Zoti Yahweh i tha është i njëjti person. Kjo është njëshmëria, që është një filozofi manipuluese greke, që Pitagora mësandaj që dim trekençi Pitagorës që kemi mësuar në Pitagori ishte një filozof që mori manipulime që nga Egjipti, i çovi në mësandaj në Greqi edhe u përhapën në tërë botën mësandaj. Ja ku dalin Pitagora që neve kemi, ndërkohë që një fëmijë nuk është nevoja të mësoj manipulimet prej tia, sepse duhet të di një kozmologjinë në çfarë thotë krijimi, kush është krijimi, si ati ka vendosur strukturën e krijimit të tia, që na jep vetëm shkrimi dhe mësandaj po të shkosh në bankat e shkollave publike sot do manipulohesh duke nuk ekziston me ky Zoti, të themi neve, masonët të Nazës, shoqërisë sekrete që kanë në qendër të adhurimit të tyre kanë filozofitë egjiptiane dhe demonët dhe hynitë egjiptiane, me pak fjalë siç ke mësandaj ke Kopernikun, mësandaj që tha kemi vendosur tha diellin tha në qendër të adhurimit, në qendër të universit tha. Dhe ku është dielli sot në qendër të adhurimit të çdo prioriteti? E shikojmë ku është, duke filluar që nga ikonat e katolik ortodoksëve me adhurimin e diellit edhe vazhdon protestantët mësandaj me të njëjtën kohë. Gjë që ti që je ungjillor në këtë rast apo i denominacioneve, nuk është nevoja që të shqetësohemi, është nevoja që të dalësh, të pendohesh, të dalësh prej bishës së Romës. Dhe njëra nga manipulimet është përpara teje çfarë kanë bërë në shekullin e 3-4 me njëshmërinë mësandaj që pentakostalët e fuqizuan më shumë mësandaj. Po le ta shikojmë çfarë thotë fjala shkrimi. Mesia lutet dhe duke e thënë atit Yahweh tha, unë kam dhënë tha fjalën tënde, presje. Fjalën tënde. Ja më lejo të vetë diçka sepse nëse çike lartëresh, nuk duaj që të jetë kaq e lartër se në më falni. Më vonë më thënë do rikthehemi, por okay. Ti e shikon që thot u kam dhënë atyre fjalën tënde. Çfarë fjale kishte këtu Mesia që akoma nuk ishte ringjallur? Që po marrim presje mbi presje deri në fund. U kam dhënë atyre fjalën tënde, ke ligjin, urdhrimet, që ata të veçoheshin, ta thot në vargu 17, veçohi në të vërtetën tënde, sepse fjala jote është e vërtetë. Fjala jote. Okej, le ta shikojmë fjalën e tia. Le ta shikojmë dhe e interpretojmë shkrimin me shkrimin.
që një vëlla, një motër të kombit tonë mund të marrë të vërtetën, mund ta marrësh ti të vërtetën edhe masandaj të jesh i fuqizuar në çdo aspekt që ati ka vendosur për jetën tënde. Okej, le ta shikojmë së bashku. Do shikojmë të vërtetën dhe do shikojmë si një person dhe ti po të kesh kuptuar si neve mund të veçohemi. Okej, si neve mund të veçohemi. Ja një moment. Sepse veçimi në vargu 17, siç ti e shikon të nënvizuar, aty pak më përpara, vjen me anë të së vërtetës. Si tha? Veçoj është fjala. Në një çat diku këtë ja që po caja është e njëjta gjë, por nëse. Okej. Veçoj. Që fjala shenjtëroj do thotë veçim dhe ka një kuptim të thellë se sa të edhim pa kuje, po ja, apo gjëra të tilla demonike masandaj lutu përpara vere ha çdo gjë të papastër dhe po të lutesh ti masandaj me këtë lloj fuqie ti e pastron të miun, të macën, të qenin, të derrin aty në tavolinë, gjëra të tilla që janë të papastra, të neveritshme përpara ati. Veçoj në të vërtetën tënde, u lut Mesia për apostull, sepse çfarë? Fjala jote është e vërtetë fjala jote, dhe ajo fjalë e tia këtuja që Mesia kishte dhe tha që në Mateu 4:4 që do të jetojmë me atë fjalën që del nga goja e Antit Jahue që ishte ligji për të rirë, 8:3 për saktësisht, ligji tia i Antit, urdhrimet e tia që veçonin apostujt, prandaj ai tha që unë kam dhënë ke urdhrimet tënde, moralin, sepse apostujt nuk ishin mirë, siç e ju e dini, para se Mesia t'i takonte, sepse ishin nën farisejtë që kishin anulluar këtë fjalë, urdhrimet, ligjin e vërtetë, të përjetshëm, fjalën e tia që është e vërteta. Ja, qa po citonte Mesia? Citovi Psalmin 119, 160. Ja, ku e ke, këta citovi. Të citovi këtu, ja. Fjala jote është e vërteta, sepse shumë e fjalës jote është e vërteta. E marrim parasysh neve që Mesia po citonte ligjin që ai nuk e shkeli në asnjë pikë. Gjithmonë në disiplizimin, në lajmin e mirë të mbretërisë, ishte pjesë që ta thotë në para Timoteut. Një mos gaboj, besimi vërtetë, ndërgjegja e pastër, zemra e pastër, me ligjin e mirë, me doktrinë e shëndoshë për lajmin e mirë që na është besuar në këtë kohë neve. Fjala jote është e vërteta, që mund të veçoj ty në urdhrimet e ligjit të veçojnë, sepse po fliteshe për ligjin që ishte e vërtetë, që urdhrimet e tia të ligjit janë të vërteta. Ja po të thotë ligji, urdhrimet, fjala, porositë, gjithashtu. Dekretet e tia, gjithashtu. Që qëndrojnë për jetë. Që qëndrojnë për jetë. Okej. Për jetë, nuk jam për një kohë. Që ti kanë thënë, më kishin thënë mua për shumë vite, por nuk më mashtron me ai ligu. Është vonë tashme. Dhe por ta deklarosh ti në zemrën tënde që është vonë për çdo mashtrim të ligut në jetën tënde, me manipulime të pjeshme, me filozofi dhe heqje të ligjit. Ashtu ti nuk manipulohesh dhe ashtu je në të vërtetën i veçuar dhe nuk rrëzohesh. Nga që do të shprej zemrën ndaj Atit, çfarë do praktikosh, si do ta fuqizosh ditën tënde. Lexon, lutesh, merr pjesë në takimet. Sepse shumë prej jush i ndiqni, bëni like, vllai e vlerëson atë, por unë do gëzohesha nëse ti do hynje në besëlidhje, do veçoheshe me urdhrimet e ligjit të tia të vërteta që do të veçojnë në jetën tënde për shpërblimin e madh, ringjalljen. Ringjalljen? Ja ku ke. Ringjalljen, shfaqësimin final për atë të drejtë që zbaton ligjin e tia. Dhe ndërkohë kur të vi zemrimi i madh,
duke zbatuar ligjin me një zemër të përullur, je dhe i mbrojtur. Je dhe i mbrojtur. Isaiat 4, është e njëjta gjë, shko lexoje. Për mbrojtjen në shtrëngimin e madh, që të gjithë dheu do kalojë, përfshirë çdo person që dhe i lejmë ato rrëmbimet para, se nuk ka gjë të tillë. Në Mateu 24, thotë që fill pas pikëllimit të atyre ditëve të mundimit të madh. Marku 13 të njëjtën gjë, pas mundimit të madh unë do vi tha, dhe nuk vjen përpara mundimit të madh, dhe nuk ka shkëputje përpara mundimit të madh. Është një filozofi e Darby. Darby ishte një person, John Darby doli që në Angli, kjo teoria e shkëputjes që në 1550 dhe u përhap masandaj në pentakostale të ungjillorët. Me asnjë lloj evidence të shkrimit. Unë ju kam dhënë atyre fjalën tënde. Ti e kuptove kush ishte fjala, ishte ligji, urdhrimet që ata të mos mëkatonin. Para Gjoni 3:4, mëkati është shkel e ligjit. Dhe kur zbaton urdhrimet e ligjit, Satani dhe bota të urren. Sepse ti po tregon veçimin tënd, dhe veçimin tënd mund të jetë gradual dhe mund të jetë gjithmonë duke ecur afër atit në atë mënyrë. Largohesh nga bota, nga shkeljet, largohesh nga bisedat, nga marrëdhëniet e botës. Mund t'i kesh në shtëpinë tënde, veçohesh prej tyre, largohesh. Po jo të largohesh mos andaj siç dëgjojmë, largohemi dhe ikim pa një lloj busulle. Veçohesh të rish me familjen e kishës së vërtetë. Dhe lutesh për ta, nuk po themi mos andaj që të mos i flasësh me, por do dish si të mos andaj të menaxhosh bisedën e shikon, si e mirë, të deshe diçka të duheshe, në rregull, do të ndihmoj, do ta bëj. Mos andaj. Po se ti me ato të tëndet apo ju ta jemi të mirëpafshim, kam takimin e lutjes. E mbyllë. Ja si mund të manovrosh. Në atë na ka dhënë urtësinë si të flasi, nuk kesh nevojë të hapësh telefonin çdo personi që në atë parë njeh Mesian Jashuan, mban urdhrimet e ligjit. Lavdijemi të tia që na jep opsionet mos andaj. Pe opsionet, futi në arkiv, edhe i thua një herë, i thua 2 herë, në rregull, nuk e kuptoj, lere. Sepse apostulli nuk thot, këta nuk janë prej botës, thotë nuk janë të influencuar prej botës. Prej botës, sapo për të mendur që bota është influencuar në e dyta e Korintasve 4:4, prej Satanit, prej shkeljeve të ligjit, që ai ishte pari që shkeli ligjin, thotë, këta nuk janë prej botës, ashtu si dhe unë nuk jam influencuar, thotë Mesia, prej kësaj bote. Këtë po të thotë. Tani, më thuaj, dalë të marrim diçka këtu ja. Dalë të marrim diçka. Njerëzit mendojnë që shikon, Mesia tha që unë nuk jam prej kësaj bote, do me thënë, ai zbriti në këtë formën që nga qelli, ishte i përjetshëm, masandaj, por përse do të vdiste një ku ishte i përjetshëm. Mendojnë që masandaj, erdhi që ande, dhe pastaj ka ato 2 natyrat, masandaj lemë janë ato marrëzite, edhe atëre, me që ti mendon që Mesia erdhi që prej masandaj zbriti në formën e tia, masandaj frymërore, tërë ato gjëra. Atëre, i bie që dhe apostujt zbritën që nga qelli. Sepse tha për apostujt që këta nuk janë prej botës, si që unë nuk janë prej botës. Në me thënë dhe apostujt zbritën nga qelli, si pas logjikës tënde. Më të lutem, vlla motër, për ne këtu, po gaboj diçka, më thuaj. Sepse thonë që në fund të vargut 14, thonë që, masandaj, si ti e di, që Mesia masandaj erdhi që nga lart, ndërkohë erdhi u formua që prej frymës së shenjtë u konceptua që fryma e shenjtë vjen prej lart. Ai ishte koncepti në vargjet e tjera. Këtu po të thotë influencën, autoritetin, strukturën e të qenit të rregulluar prej lart apo prej poshtë.
Sepse po të besh që ti po thua në këtë mënyrë, Mesia është prej lartë, si një entitet frymëror me një gjendjen e tij koshente, dhe dalim pasandaj me ato shfaqjet në dhjetën e vjetër, ja shkurja, Eksodi 3, apo Abrahami, apo Jehoshua, apo Jakobi u ndesh edhe me engjëjt u takuan, sepse hebrejnë të një, ta do ta prazi. Ati thotë të foli në kohët e lashtra, e tërve tanë, me anë të çfarë? Na foli thotë me anë të, e ta shikojmë. Në anë të etërve tanë, thotë në kohë të lastra, këte po thoshte, e brejnë të një. Ja ta hedhim, se mësë ndaj, thotë një person, që po thua. E brejnë me një. Ja më falë, sa ta marim nga. Dhe thotë, në këto kohët e fundit, na foli me anë të birit e tia. Në kohët e fundit foli. Nuk ishte folu më përpara, biri, në shkurje, apo Jakobit, apo Abrahamit, apo Jehoshuas. Në kohët e lashta, shumë herë na foli në shumë mënyra me anë të profetëve. Po, këte mungon të detaj i profetëve. Profetët. Noa, Enoku, Abrahami, Jobi. Jo se ishin profete, por këta foli ati, jo të tërë ishin profete. Abrahami po ishte profet. Ta thot kur vajti në Egjipt, njëtën gjë. Profetet e tjere, edhe ta thot e brejnëve një shumë haprazi, që Elohim, që është një titull, që ati e ka gradën më të lartë, do thotë Zoti, po e vem Zoti që ta kuptosh, është e njëjta gjë. Zoti foli, thot mbasi u foli në Selasti, do thot në dhjetën e vjetër, në kohët e lashta, më përpara se Mesia të vinte, thot na foli në shumë mënyra me anë të ejtërve. Por, me anë të profetëve më falë, ja së të mbarojmë teja, por së fundmi, në këto ditë në ka folur me anë të birit, pasaj thot që e beri trashëgimitar të gjitha gjërave, për shkak të cilit e krijoi gjithësinë. Fjala këtu është dia nga greqishtja. Për shkak të cilit, jo me anë të cilit, sepse me si mund ta krijoje, si mund dalim prap në filozofi të mos andaj që një person ka ekzistuar më përpara në gjendjen e tij konshente dhe pastaj çu bë me atë njëra të parë. Apo ishin dhe apostujt, ishin dhe ata ishin para krijimit të botës, ja ku. Sepse kështu merret. Po fleti influencën, dhe po e thotë dhe në Gjoni 8, të njëjtë gjë farisejve, ju jeni prej kësaj bote, tha, unë nuk jam. E thoshte, nuk po influencohem. Nuk marr autoritetin prej poshtë, marr prej lartë. Dhe ata thot kanë marrë autoritetin që ishte fjala, pak më përpara që ai i dha. Ligji, urdhrimet që Jashua i dha, ligjin e vërtetë, urdhrimet e vërteta, dekretet, porositë që qëndrojnë për jetë, të vendosura për jetë. Që do thotë fjala dia, ja do ta shfaq atë fjalën dia që ka plot, më fal nga na vajti. Për shkak të cilit do thotë që t'ja dhuronte dhe ja thotë që e beri trashëgimtar, e beri. Në qoftë se Mesia do kishte krijuar botën sipas filozofisë tënde, atëre pse do të bësh ai trashëgimtar? Një gjë që krijon personi nuk ka nevojë, e ka krijuar ai, ka autoritet ai. E ka krijuar me autoritetin e tij, më thuaj vlla. Ti krijove barkën tënde. Okej, vëzëm, ja doli barka. Me që unë jam nga Poradeci, okej. Barka. Ti e krijon barkën tënde, vlla. Tani, dhe ajo barkë është trashëgimia jote apo jo? Mos ndoshta, mos andaj do të jepet ty trashëgimi nga dikush? Jo, sepse ti e ke krijuar me dorën tënde. Dhe e ke ti trashëgimi, është autoriteti tënd, është pruna tënde. Ati krijovi me fuqinë, me veprat e duarve të tia, me fjalën dhe me frymën. Dhe masandaj e beri Mesian Jashuan kur ai u ringjall, trashëgimtar të gjitha gjërave. Ai krijoi me anë të
për shkak të cilit e bëri trashëgimtar. Ja ta shikojmë pak, ja ta shikojmë fjalën dia. Ta shikojmë fjalën dia. Të cilin e bëri trashëgimtar, jo më falë, kam vënë këtu. Kjo ishte poshtë, të cilin, kjo është fjala dia, për shkak të cilit e krijoi gjithësinë. Ja ta shikojmë. Fjala që përdoret, haprozi, dhe sa kuptime ka jo fjallë, kur fillon shikon shkrimin, e kemi të bëjmë me këtë fjallën këtuja. Ja kuptim. Fjallën dia, përmes të vendit, me në të kohë, gjatë mjeteve, me anë të përmes të vendit me në shkosa sa ke të kohës gjatë të mjeteve nga me anë të përmes arsyes me të cilën diçka bëhet arsyes, ati e beri me veprat e duarve të tia, me arsyen që t'ja jep të birit të tia, për shkak të, për llogari të, për këtë arsye prandaj. Kjo është ajo që qëndron. Prandaj ai e krijoi gjithësinë. Për shkak, për llogari, për këtë arsye ai e krijoi gjithësinë atë Yahweh. Kush ishte me mua tha? Ta shikojmë atë Isaian. E pasër është berk, jam ber Isaian 44. 6 të besoj, ta shikojmë. Po. Jo, ai po thotë që përveç me nuk ka asnjë tjetër Zotë. Ja të shikojmë. Atë Yahweh krijoi me anë të fjalës, foli, urdhëroi me anë të frymës së tij, me anë të fjalës së tij, ta thotë Psalmi 33:6, Jobi, Psalmi 48. Ja, ti marrim pak këto koncepte, janë shumë të mira të refreskojmë mendjen tonë dhe të vazhdojmë poshtë, të vazhdojmë me atë që kemi. Të ndërmorim Gjoni 17. Ja ku ke? Zoti Yahweh krijoi me anë të fjalës së tij, shumë e thjeshtë, kaq. Krijoi me anë të fjalës së tij. Qejtu bën me anë të fjalës së tij, davar, mos anë logos e keni gjoni një. Davar ishte që në fillim në zanafilla një. Me anë të frymës së gojës së tij, me anë të frymës së gojës së tij, fjalë dhe frymë del kur ati flet. Ti dhe unë ku po flas tani, del fjala nga brendësia time. Dhe gjithashtu nga mushkritë del dhe fryma së bashku kur unë flas. Ne jemi plur për para tia, ati Yahweh kur flet, mas andaj, krijon nga hiqi me fuqinë e frymës së shenjtë, sepse jep komandë fjalës që vetë krijon. Ne të bëhet dhe u bë. Sepse ai dha urdhër dhe ato u krijuan. Dha urdhër, komandoi me fjalën e tij. Unë jam Yahweh që kam bërë gjërat i vetëm, që i vetëm kam shpalosur qejtë dhe kam shtrirë tokën. Kush ishte me mua? Në kohë, në mendjen, në vullnetin, në brendësinë e tij, në planin e tij. Ishte Mesia Jeshua që do vinte dhe do ringjalleshe 2000 vjet më përpara. Që e dekretoi, e emëroi, e shpalli, e lartësoi si emër për para engjëve, thot profeti Enoku. U emërua për para engjëve, biri tia. Masandaj mori manifestim fizik 2000 vjet më përpara, duke konceptuar nga fuqia e frymës së shenjtë. Kaq, mos hyr në gjëra të tjera, se hyr në filozofi të masandaj dhe nuk del, sepse që i vetëm atë Yahweh krijovi, i vetëm. Nuk ishte njeri me te. Ati nuk ka nevojë për ndonjë që të krijojë. Kur ta kuptojmë të koncept do jemi mirë. Që kam bërë të gjitha gjëra, unë thot, unë Yahweh i kam bërë të gjitha gjërat i vetëm. Kush ishte me mua?
Zoti Jahwe krijoi universin me fjalën e Tij nëpërmjet urtësisë së Tij. Në të thozë na filla një. Në fillim Zoti Jahwe krijoi qiellin dhe tokën dhe ta tregon detajet si pamësit, ai tha detajet se mos Psalmi 33 është madhështor. Apo dhe Jobi, mas andaj po se pas kam patur këtu. Që fryma Jahwe më krijoi, thot. Fryma Jahwe tha më krijovi. Përse i shikon këtu që fryma Jahwe ishte në sipërfaqen e ujrave? Pastaj Jahwe, në të radhë Zoti Jahwe, foli, kjo fjala këtu dëbar, dekretoi, dha urdhër dhe u bë drita. Me këtu drita është ligji i aktit u vu në funksion. Sepse ligji është dritë, fjalë e urta 6:23. Ligji është dritë dhe mësimi i atij ligjit. Ndreqet e mësimit të atij ligjit janë rruga e jetës. Okej. Tuam influencën, sepse apostujt nuk ishin prej qellit. Mesia thot që unë zbrita, thot, ai që zbriti e kështë fjallën, ai që u konceptua nga fryma e shenjtë në mënyrë unike, në mënyrë të veçantë. Jo si që është krijuar njeriu, thot, duke patur dy prindër, burrë dhe grua. Mesia u konceptua prej frymës së shenjtë që Ati masandaj e konceptovi. Kjo është, në mënyrë të veçantë, i vetë linduri që ti di në Gjoni 3:16. Dhe tha për apostujt, unë nuk kërkoj që ti t'heqësh nga bota, tha, se ka një detyrë, tha, për të bërë, tha. Nuk ka kohë akoma, tha. Por që ti mbrosh nga i ligu. Sepse tani kanë urdhrimet e ligjit tënd, tha, gjë që masandaj ishin korruptuar prej farisejve para se të vinte Mesia, tha, tani dhe e morën, tha, të vërtetën. E din që unë jam Mesia, tha, po dhe kaq mbarovi masandaj. Ata e dini që ishte Mesia dhe të ecën në palishmëri, kështu thanë? Sepse kështu kanë thënë, masandaj për 2000 vjet në komin ton. Ligji u hoq edhe kemi këtë Mesian. Kështu tha Mesia Jeshua i Biblës. Krishti i Biblës. Kështu tha? E apostujt masandaj e pan, ata shiko, ja ky që nga Mesia. Tani e di çfarë atë okay, Tamusin, ato festat pagane Jakobi më tha dije, por se mbaj mend. Ma rikujtoj edhe një herë, po ndoshta të marrim telefon palin. Kështu thanë? Kështu bene? Apo ishin në festën e Pentakostit si pas ligjit, vepra 2, duke vrapuar apostulli Shaul emrin e tij të vërtetë, duke mbajtur festën e Pentakostit së Shavuot, duke vrapuar në Jeruzalem. Motrat që ishin në Luka 23, mbanin festën e bukës pa maja, vargu 54, 56, mbas Pashkës, pushuan sipas urdhrimit që është dita e parë e Sabat, është pushim. Dita e parë dhe dita e 7 asaj javës që ha bukë pa maja. Dhe janë dy mbledhje të veçuara, ditën e parë, që është dita mbas Pashkës, dhe ditën e 7. Festat e ligjit, të praktikuara në shekullin e parë. Ata nuk janë nga bota, sikurse unë nuk jam nga bota. Domethënë, i bie që ata kishin ardhur nga qielli ata, apo jo? Sipas logjikës së sotme. Nuk janë të influencuar, thotë. Siç unë nuk dëgjoj këta që thon këta të botës poshtë, që nuk ishin të rilindur, farisejtë të tjerë. Sepse ishin prej djallit, nuk u thanë Gjoni 8, ta ju jeni prej djallit, ta. Po unë tha, shpënderoj atin tim duke dëgjuar fjalën e tij, duke dëgjuar fjalën e tij dhe duke zbatuar, dhe nuk më katoj duke mbajtur urdhrimet e ligjit. Fjalën e tij. Fjalën e tij. Ligjin e tij, urdhrimet e tij, fjalën e tij. Që është i vërtetë, hiqe ligjin që është i vërtetë, normal, çfarë s'marrë. E marr gënjeshtrat. Ai që më thot më një dhe nuk zbaton urdhrimet e mia, është gënjeshtar dhe e vërteta nuk ndodhen në të. E vërteta nuk ndodhen në të. Ligji, urdhrimet që është e vërteta nuk ndodhen në të. E vërteta nuk është në të.
veçoi në të vërtetën tënde. Fjala jote është e vërteta. Fjala jote është e vërteta, siç që pam pak më përpara, që ai citovi Psalmin 119. Fjala jote është e vërteta. Ligji, urdhrimet tënde që qëndrojnë për jetë, të cilat ti ke dekretuar për jetë në qejtë, është e vërteta. Ata e kanë, tani mund të veçohen. Dhe ta thamë veçimin që në veprat 15, kur afroshte dikush nga kombet. Si tha, le të mbajnë, thot, këto 4 gjërat nga fjala e vërtetë. Kush ishin ato gjëra? Të largojnë nga idhujtaria, të heqin imoralitetin dhe të mos hanë gjëra të mbytura dhe mos hanë gjakun. Ishin prej ligjit. Gjërat e tjera do t'i mësojnë në sinagogë, thot, çdo sabat ku Moshe po predikohet në çdo qytet. Por ne nuk e shkojmë atë vargun çik më poshtë, që ishin çdo sabat duke u mbledhur. E dalim me manipulimet më së ndaj të ja Gjoni 18 këte, ja Gjoni 20, ja veprat 27, apo e para Korintasve 16:2, ja ishte dita e parë e javës. Dita e parë e javës? Po përse ajo fjala ditë është shtruar në klapa katrore, që nuk ekziston nga origjinali i greqishtes? Përse fjala sabaton na përkthet javë, ndërkohë që është përkthyer për gati 70 herë për Mesian dhe apostujt, fjala sabaton do thot sabat, vetë nga tingulli, rrenja e fjalës. Sabaton. Sabat. Përse na doli javë? Ndërkohë fjala javë është komplet ndryshe fjala, si në hebraishtja, si në greqishtja. Por e kemi vendosur diellin në qendër të adhurimit të universit, entitetet e botës, që ata nuk ishin të influencuar prej kësaj bote. Dhe që ti nuk do t'jesh. Por është një koncept i përgjithshëm, sepse normal unë t'i them gjërat, por për shkak të mbetjeve dhe kaq ato rrënjosjen që kemi marrë më përpara prej katolikëve, protestantë, kur unë them mos ish i botës, ti thoja unë s'po merrem me botën, po praktikon urdhrimet e ligjit? Po mban sabatin, festat biblike? Jo, je prej botës. Se bota praktikon ato gjëra. Bota mban pemën, babagjyshin, janusin, janarin, vitin e ri, Valentinin, komunionet katolike, mëngjes drekdarkë, pemë, dita e verës, dita e dimrit, dita e pranverës, dita e babait, dita e nenës, dita e gruas, dita e burrit, apo çfarë ditë ka? Më thuaj ti çfarë ditë ka? Por puna është që nuk janë ditët e veçuara të Atit Yahweh, që thot në Levitikun 23, ato mungojnë, që janë në ligjin e tia, në fjalën e tia të vërtetë, që të veçojnë ty. Që të veçojnë ty. Është nevojë të shkojmë tej. Janë vetëm deklarime që Mesia bën prej dhjatës së vjetër, që ai kishte dhe i dinte. Prandaj shkonte që fëmijë 12 vjeç mas andaj nga na vajti osesh me ku vajti? Do kthehemi në Jeruzalem, tha Miriam, tha me Jozefin, tha ikëm, tha okay. Mbas 2-3 ditë se gjetën, çfarë po bente ai? Pse shqetësoni, tha. Un jam, tha, për punën e Atit tim, tha. Dhe habiteshin farisejt dhe njerëzit në Izrael në tempull, ku ai po mësonte që në moshën 13 vjeç, ligjin atyre. Që në moshën 13 vjeç. Kem fëmijë sot që në moshën 13-14 vjeç, që të mësojnë ligjin më shumë se njeri që është rritur. Ai, për ne këtu vlla motor, për nesër dhe do ta dëgjojnë dhe online, s'ka gjë. Unë e regjistrova Amarisin, Amaris është 9 vjeç, vajza ime. Kam 2 lavdjatit, 3, po, okay, po vjen i 3. Por Amarisi u regjistrua në është vllai që është një vëlla shumë i bekuar, që e ka ndjekur prej shumë kohës në Amerikë, dhe ai ka qenë mësues në shkollën publike më përpara për 13 vjet me gradat e tija, një vëlla, dhe normal që masandaj para 13 vjetësh erdhi në të vërtetën e plotë dhe në urdhrimet e ligjit, dhe kuptovi për ecjen e tij për të mos mëkatuar, dhe ishte biologjist dhe fillovi masandaj për të dhënë të vërtetën në krijimin e Atit Yahweh. Me 1000, po të shikosh kanalin e tij, quhen
si e ka Standard Brothers, diçka, ja ta shikoj si e kanë, si ka emrin. Brother Josh Keefe me gjithë vëllain e tij, janë të dy mësues tani që duke mësuar në urdhrimet, në kozmologjinë dhe në biologjinë, matematikën biblike. Asnjë gjë prej paganizmit, prej botës, prej Babilonisë. Nuk përzihen këta vëllezër në mësimin e tyre. Dhe unë e regjistrova Marisi në Founded Earth Brothers. Nuk e di do se ja ta marr linkun që kanë në YouTube edhe do ta postoj që janë vëllezër që janë të ja questo, këta janë. Founded Earth Brothers. Ja, ta ndajmë pak që ta dallosh. Ta janë. Dhe regjistrova Marisin dhe kishte atë klasën e parë që bën online këtu në Zoom. Edhe dëgjonje ma thënë fëmijë që ishin 13-14 vjetë, kur fillonin të flisnin për veçimin, mos kemi pjesë me Babiloninë. Unë një moment e hapa mikrofonin dhe më zëndaj desha të inkurajonin të tërë dhe po gëzosha dhe i thash dhe vëllezërve thash sa e çmuar është kjo që ju po bëni për gjeneratën që po vjen thash me kam kohë që ju ndjek thash dhe po të dëgjojnë këta fëmijë që mësonin masandaj të tjerëve ku do të jemi, çfarë do të bëjmë, çfarë të praktikojmë, gjë që i shikon masandaj me emrin e të vërtetë, atet Yahweh, me urdhrimet e ligjit. I kanë. Në qoftë se shko, regjistroje. Për ju që jeni në Amerikë, nuk është thjesht një dhuratë që i bën në muajt. Biles ndihmon dhe ata që nuk kanë mundësi financiare. I ndihmojnë. Që është të thotë less than $1 a day. Që investon për të ardhmen me çdo lloj manipulimi që ndodh sot nëpër shkolla publike, që ata dolën më së ndaj. Tani dolën. Sot del kështu së realisht sepse do dalë figura, po këta janë. Kjo është kanali i tyre YouTube, që shërbesa e tyre, ministria e tyre që kanë fëmijë nga gjithë bota, që janë regjistruar të paktën ishin tani aty në 25 fëmijë për këtë kurs, domethënë që Amari mori klasën e parë për moshën e saj, por ka deri në moshën 14 vjet. Imagjino, që nga fillorja deri në është mirë që ti që ke njohuri të anglishtes që po dëgjon, regjistroje fëmijën tënde. Kanali i tyre është këtu ja. Founded Earth Brothers. Këto janë të bashkuara, unë t'i bëra thjesht për të ndarë kush janë. Janë dy vëllezër binjakë biles. Josh dhe Michael Keefe. Vëllezër që kanë urdhrimin e ligjit, kur i dëgjon që po ekspozojnë Babiloninë, ekspozojnë në kanalin e tyre edhe për neve që mund të dëgjosh krijimin, sapo ka bërë një mësim për punën e jo akulli në Antarktika, janë me detaje, vëlla i di gjëra, çfarë kërkon deri në arkivat e Rusisë, kërkonte për formën e tokës dhe gjente materiale prej tyre. Nga i gjejnë atje di. Me evidenca, dokumentat e klasifikuara shumë herë.